Po, ndalëm të një pikë shumë rëndësishme që e kishit thënë edhe në videon të cilin e keni nda tek faqja juaj zyrtare, në mesin e të gjithëve keni thënë që vaksina nuk shkakton autizëm dhe është një prej bisedave të çdo tavoline. Ma sqaron pak që ta sqarojmë edhe për audiencën. Pikërisht, dhënat e fundit tregojnë se ka rënje të vaksinimit posaçërisht kundër fruthit. Apo vaksinën të së ne e quajmë MMR, është për 2 antigjentet e tjera, dhe kjo lidhet me keqkuptimet apo me dezinformata se nëse vaksinohet fëmia kundër fruthit, mundet me pas pastaj ndonjë pasojë tjetër, ato që edhe përmendet, por kjo po e përsëris nuk është e vërtetë, shkenca e ka hudhur, nuk ka evidencë dhe por marr përsëri unë e kam përmend edhe në video, po edhe në programe tjera. Unë personalisht fëmijët e mi i kam vaksinu me rregull dhe për këtë arsye po e përsëris të gjithë ne duhet me konsideru nëse kemi ndonjë dyshim ose nëse ne mendojmë që për shembull mund me pas ndonjë, është shumë lehtë me shku deri te qendra e parë e mjekësisë familjare, me bisedu me mjekun familjar, aty ka mjek, ka infermierë të përkushtuar, të cilët janë të kualifikuar, japin informata dhe këtë mënyrë me arrit një mirëkuptim, një besim dhe me vazhdu me përcjell programin e rregullt të vaksinimit për fëmijën.